Ka një çështje që është folur kaq shumë në mediat shqiptare, po doja një koment nga ty. Çështja e Ervis Martinajt. Çfarë, domethënë, a është gjallë apo nuk është gjallë, apo çfarë ka ndodhur me të? Kjo është pyetje $1 milion. Patjetër që fakti që kanë kaluar 3 vite, nga viti 2022, 9 gushti 2022-shit, kur unë kam raportuar lajmin e parë dhe në atë kohë jam gjendur edhe nga disa kolegë të caktuar përballë një furtune balte dhe përballë një vulgu balte, kanë qenë e sigurt kur unë e kam raportuar atë lajm që do të ishte kryefjalë për një kohë të gjatë. Burimi që më ka kërkuar, unë jam gjendur, e kam shpjeguar edhe një herë në emisionin në Opinion, jam gjendur në theth me familjen, më ka kërkuar takim dhe më tha që unë dua të flas për një çështje shumë të rëndësishme. Dhe pyetja ime në telefon ka qenë me çfarë lidhet? Me fushkuqe. I thash, sa kohë ketë më presësh? Maksimumi 3 orë, tha, sepse më duhet të largohe. Dakor, i thash. Kam shkuar dhe kam takuar dhe më ka shpjeguar historinë se si ai e dinte. Ngrinte dyshime në atë kohë që Ervis Martinaj nuk jetonte më, por këtë përgjigje nuk më takon mua ta them. Patjetër që unë kam dyshime që ai është rrëmbyer dhe vrarë. Unë po pjesë për mendimin tënd. Edhe për shkak sepse pavarësisht gjitha kërkimeve dhe gjitha hetimeve nga autoritetet shqiptare, nuk ka asnjë gjurmë të tij apo qoftë edhe një gjë që mund të bëj të dyshoj që ai është gjallë, por nuk është detyra ime ta them është gjallë apo jo, apo është i vdekur, ju përket autoriteteve. Po patjetër që në momentin e parë që më shtën lajmi nga një burim tmerrsisht i besueshëm, megjithatë unë nuk e kam raportuar, edhe pasi e kam kontaktuar këtë burim, kam kontaktuar të gjithë pjesën më të madhe të zyrtarëve të policisë, të zyrtarëve të prokurorisë, jo vetëm në Kurbin, por edhe në Tiranë, kam biseduar me ta, kam shkuar në fushkuqe po atë ditë, dhe unë e kam raportuar të nesërmen pasi kam arritur të siguroj kallëzimin penal të familjes bërë në prokurorinë e Kurbinit. Aktualisht çfarë pretendon? Familja e Ervis Martinajt pretendon që Ervisi është i vrarë dhe ata implikojnë deri tek kryeministri i vendit. Po. Ky është pretendimi që kanë familja, madje unë kam patur një bisedë shumë të tensionuar me xhaxhain e tij. Ervis Martinaj ishte rasti atipik i njeriu të botës krimit. Nuk erdhi nga rruga nuk filloi nga rruga për të shkuar në nivelin e lartë të kriminalitetit, po erdhi nga fakulteti dhe hyri në kriminalitet. Dhe ishte kthyer, përpara se të zhdukej një shqetësim shumë serioz dhe kishte përplasje me një sër grupesh kriminale. Jo, është një çështje që ka është diskutuar gjatë, po. Dgjoj, janë disa ngjarje që unë i ndjek në vimësi. Dhe unë kam që kanë dhe lidhje me njëra tjetrën. Dhe unë besoj që po, personalisht e kam një të dyshuar nga investigimet që unë kam bërë, ka dhe një dyshim për këtë person nga ana autoriteteve, do duhet të pres momentin dhe kohën e duhur që ta bëj publike. A mund të ketë reja nga kjo çështje? Po, mund të ketë. Ndoshta për sqaruar, dëgjoj, ndonjëherë kur personat zhduken do të jetë shumë e vështirë për të gjetur trupat kur ata vriten, por mund të ketë të dhëna nëse ai person cilin unë e dyshoj, mund të flasë për autoritetet, sepse ka tentuar një herë, mendoj që po mund të jap të dhëna për fatin e tij. Kush është kriminali më i rrezikshëm i gjallë shqiptar? Unë kam thënë, dëgjoj, emrat një botës krimit ka sa të duash, por unë kam veçuar Aldo Baren, sepse Aldo Bare ishte një efektiv i forcave speciale Renea, i cili arriti të krijonte një komisariat paralel me komisariatin e policisë dhe arriti të ishte një shtet paralel me shteti. Patjetër që më pas ka patur njerëz të botës krimit mizore tjera më radhë, dhe nuk po flas pastaj për narkotrafikantët të cilët për disa prej cilëve ne ndoshta nuk kemi dhe informacion. Për shembull, rasti i fundit i Ervis Qelës ishte një rast thuajse i panjohur për autoritetet dhe për gazetarët shqiptar. Ishte një njerëz që në 20 vitet e fundit kishte jetuar në Paraguay dhe kishte arritur, kishte kryer një vrasje, ishte dënuar për vrasjen, kishte arritur të shkonte në Paraguay bashkë me vëllezërit dhe kishte arritur të ndërtonte një perandori të trafikut të kokainës. Por dhe ka shumë emra të tjerë që ndoshta ne nuk i kemi identifikuar. Se këto orët e vona tani na sillen dhe pyetje pak që lidhen me punën
Raportohet shumë shpejt për këto vajzat shoqëruese, eskorta që hynë në ambientet edhe në ambientet e burgosurve VIP apo jo. Është e vërtet? Po, e vërtet është. Po kjo nuk është një gjë që ndodh sot, pra një fenomen që ndodh sot gjithmonë. Që ka ndodhur gjithmonë. Njerëzit e botës së krimit kanë synuar gjithmonë vajzat të showbizit kryesisht. Ka patur vajzat të cilat i kanë rezistuar kësaj oferte. Që kanë shkuar rregullisht po thua? Jo, që i kanë rezistuar dhe nuk kanë shkuar. Okay. Dhe ka të tjera që po kanë shkuar dhe rregullisht. Po është një proces i lejuar apo? Jo, nuk është një proces i lejuar, por gjen forma dhe mekanizma të ndryshëm, herë duke u hequr si bashkëjetuese, njerë duke u hequr si të fejuara, ka patur të tjera që shkojnë si të afërme, ka patur të tjera që shkojnë për të takuar X, në fakt takojnë. Ka dhe femrat njohura, besoj që mund të jenë njohura? Po patjetër. Ka emrat njohura? Ka emra që mund të jenë implikuar dhe në marrje dhe në informacionesh nga jashtë brenda? Unë kam patur dyshime në disa raste që kjo ka ndodhur, por kam patur dyshime realisht në disa raste. Edhe ka patur edhe të arrestuara në dyshimet se mund të jenë përfshirë në ngjarje kriminale. A mund ndodhi për shembull para punës së është e vërtetë që ata burgosurit VIP jetojnë kështu me komoditete, me lukse, apo janë tash e theme kështu? Jo, ka qeli realisht shumë komode. Po, domethënë që për shembull, unë kam bërë një investigim. Bëhen lëshime nga autoritetet apo? Dhe ishte rinovuar komplet burgu i Durrësit nga e para dhe kishte aty aq shumë luks sa nuk e ke iden. Dhe kur unë kam parë dokumentat, për shembull luks. Po me kolltuqe shumë të mira, me frigorifer, me televizor të fundit, me... Do me thënë që mos ta ndjesh që janë burg fare? Dëgjoj, burgu sidos që t'jetë është burg. Fakti që i detyruar t'jetosh... Se më kujtove një gjë, mos e harroj, si është kjo puna e këtyre zyrtarëve të lartë, për shembull, që futen, vjen në duart e drejtësisë dhe përfundojnë në burg. Se disa thonë, ama se burgu bëri 3 vjet, 4 vjet, apo bëri x vjet, doli nga burgu, shpëtoi. Çfarë është në fakt burgos, heqja e lirisë po e quajmë? Është drama më e madhe që mund t'i ndodhë një njeriu dhe sidomos një politikani apo një zyrtari të lartë. Dëgjoj, më ka thënë një shprehje dikur një drejtor burgu. Klodiana tha, njerëzit e botës së krimit tha, vinë si uqër dhe pjesa më e madhe e tyre dalin nga burgu si lepuj. Burgu është një barë shumë e rëndë. Po pse burgu thonë që është për burrat? Dakor, po, barë e rëndë. Patjetër, po. Dëgjoj, e di, po të shkosh për shembull në qelit të burgut të Durrësit, kupton nga informacionet që unë kam marrë që ka zyrtarë të lartë të cilët kanë kaluar deri në paranoja, për shkak se nuk e përballojnë dot, se e shikojnë veten të paprekshëm me pushtete tjera me radhë, dhe kur shkojnë në një realitet që janë detyruar drim. Po tani se ky është paradoks, se ti thua, dëgjoj, ka një paradoks këtu. Këtu thua njerëz, po themi jo ti, po që ju krijohen kushte. Po nuk ka lidhje me kushtet. Po nuk ka lidhje me kushtet, krijoj çfarë të duash. Prap mbetet burg. Mjafton që në mbrëmje nuk e di nëse ke hyrë ndonjëherë në burg. Po, për çështje pune, po. Për çështje pune. Dhe ke parasysh kur të kërcasin atë derën, brau. Dhe ajo shurma që shkon. Po mbase këtyre nuk ja u kërcasin aq shumë fort, bra. Edhe këtyre u kërcasin. Rregulla që nuk i shmankin dot, kurse si dhe për asnjë arsye.